Si është e vërtetat, ka ardhur thesa për bik apo jo? Qysh numrin e parë, ti shkatrosh psikikisht aty. Okej. Është një nga pagesat më të larta që mund të kesh marrë në dasëm, Robert. Të bëjmë marr dollar. Wow. Bëre me Për tunën po. Me nanën që kum pas me kancer, edhe sjellën e saj që janë kontina. What the fuck? Hey njerëz, Hello. Keni ardhur në What the Show sërish. Si çdo të premte, ju e një dini. lule pranvere sot. Si një lule jam Vjen- bërë për të respektuar studion dhe për të respektuar mbi të gjitha të Patjetër. ftuarin. Vjen pranvera çele dhe ti oj motor. Gjithsesi, ne sot nuk kemi vetëm sepse kemi një të ftuar shumë speciale. Me emër të madh. Tani, prit deri rendis, çfarë bën në jetë? Është muzikant, është instrumentist, është këngëtar, është moderator, po mbi të gjitha është një super njeri i thjesht. Dhe Është humorist. sot me ne, po patjetër Humorist humorist Kosara. Robert Berisha. Robert mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Robert, po gjithë këto gjëra si i bën, si të del koha me kaq shumë. Senin e më të rëndësishëm s'ma ke përmend. Kë? Baba? Baba po di. baba, Si po, bo si bon fëmit. Me sport. Me sport, ha? Po hajde ti vëm një mbiemër tjetër, çfarë të shtojmë? Ja, kur gjo. Cila është një gjë që ty të pëlqen më shumë ta bësh nga të gjitha këto që Kostiani i përmendi, Robert? Po krejt këto që i përmendet edhe palestrën e du shumë. Po prej sporteve, kam kohë ma shumë për palestrë. Edhe përveç muzikës, e kom thonë disa herë, s'kisha di çfarë profesioni tjetër, do më thonë edhe lotarin ta fitoj me miliona, që ato në Amerikë që janë shumë kështu me shumë milionëshe, s'kisha di që muzikën se kisha lënë asnjëherë. Super. Po tani ti ke shpenzuar një pjesë të madhe të jetës së ose shpenzon goxha kohë në Amerikë. Si e sheh këtë realitetin mes Amerikës ose Kosovës, ose a do planifikojë ndonjëherë të shkëputesh komplet nga Kosova, të zhvendosesh në Amerikë? E kom mendu për pleshri kështu. Për Do janë sa shtete të mira atje si Kalifornia, shumë detshme. Për pleqni, Për pleqni. gjithë kthehen në Kosovë, në Shqipëri, ti do me kalu Ja, të e bojnë pleqnin gabimin në Amerikë. Po. E pensionin e marrin, thonë, ti jemi afër. A gjithë shoqëria dhe të familjes ndoshta kanë ndru jeta, i kthehet vetë atë pastaj. Jo, po vetëm jo, Robert, se tani duhet dikush në krah për ta kaluar pleqërin. Si ke punët me jetën sentimentale, romantike, dashurore? A ti përgjigjem story për Amerikën. Nga Amerika kalojmë tek Po. E Amerikën e kom pa para 25-6 vjetë, ndoshta kur ka qenë më mirë se tash. Se jo vetëm Amerika, të gjitha shtetet pas pandemisë nuk janë më njëjtë. Po janë ca shtetet të mira atje që kisha mujt me jetu pas moshës 65 vjeçare, që nuk e kam edhe shumë larg. Dallimi Kosovë, Shqipëri, Amerikë, nuk e di. Unë po takoj tanë kohën goca dhe çuna të ri në Kosovë që janë kthy. Që janë kthyer. Po, dhe në E kam braktisur Amerikën. Kanë braktisur Amerikën, e Londrën, Kanë e këto, po. Skandinavinë. Shiko, ne duam pak kafe e mëngjesit, muhabet. Në Amerikë thuhet që jeta është shumë e shpejtë. Ë? Shumë e shpejt, edhe jeta edhe e shtrajt, Pa, krahasim me veshte. Kosovë me Shqipëri, këtu po, kur kthehen këtu i kanë shtëpitë e prindve, nuk paguajnë qira. Edhe kur dalin, thonë nuk ka shqiptar që i lën gocat me pagu. Jemi kavalierë, gentleman, ama. Ande ja shtetit e ndajnë faturën, ë? Ti mendon që duhet paguaj gjithmonë djali. Gjithmonë ka qenë kështu dhe unë jam ajo gjenerat, kështu që unë Nuk e ndryshon. Nuk po e ndryshon ti. Tani Nuk shohim pyetjes të të Artemisës nuk do i bëjmë bisht. Mos i Amerikën e bëjmë morëm Vetëm vesh. amen ai kanë. Thyem. Tani me kë e pret biletën për Kosovë për ta. Unë edhe po shkova në Amerikë, shkoj për punë tash, edhe shkoj vetë edhe kthehem vetë. Po, tu e morë parasysh që jam Marakli, na e përdojnë këtë fjallë, që Marakli në Kosovë, kur s'kom qenë. Thonë, E urren të jesh shëruar me vetë dikë. s'kom qef. Nëse do më thash që ke qenë me bendin, do zhgënjesha shumë. Jo. Ai po thot që urren të jetë single. Po, këtu është. Se për Amerikë bendin problem është me mos.
Se janë shumë veta, janë shumë veta. Video ta shtrejt, ka harxhime atje vetëm me një tasterist. Edhe ka muzikanta të mirë Si atje. ndihesh Robert kur shpesh herë ti e cilëtuar si Don Juan në showbizin tonë, e kupton? Si di. ndihesh që të bën ky fakt? Tash, Vetë unë- the që urren të jesh single. Nuk e di që ka mashkull, sidomos në estradë që nuk i kanë mundësit. I kemi mundësit më atleta, shëtisim shumë, njoftojmë shumë njerëz. Edhe po dole pak kështu prej lindjes Marakli, kur nuk keme konë vetë, po. E Don Juan, do më unë silla mirë, jam djali mirë, zemër mirë, jam pozitiv. Ato bien Humore pastaj kam, për edhe të. I mban si princesha. edhe i moj si princesha. për A je ti një sugar daddy? Po, sugar daddy jo. Jo, sugar daddy nuk jam. Shqyr po ka plot, si shqyr Jo, nuk vun tregu për sugar daddy. Edhe ata du të mi kuptu. Unë s'kam pas në kohën e tyre kur është dasht me pas femna dhe lidhje, s'kam pas Dhe po e shfrytëzojnë tani. Kanë investu, edhe tash i kanë mundësit, edhe pse jo. Po mirë, atë kanë refuzuar ndonjëherë femrat ose vajzat, Robert? Po si Se jo. duke sigur e ke rrafshi thoni ju. E ke pasur gjitha ndar. Jo, ndodh shumë shpesh ndodh me të refuzu se e din përfundimin se unë s'kom mujt edhe me martesën me majt. Kanalin ndoshta edhe se i bën publike edhe duan të jenë private. Publike bon, ta spjegoj këtë punën e publike nuk është unë që i kam bo publike. Kur e ke një gocë shumë ma tre se ti, dallimi në moshë. Diferenca e moshës, Diferenca në po. moshë, 20, 22 deri 24, do më thonë, ajo, thot pse po më shef, thot ti mua, po kuptonë. Unë i kom dy goca dhe me i ndodh gocës time, gocave të mija me i ndodh ashtu, s'kishte qenë fair. Ajo është rren, është budallakia e kur thot dikush jo se më prish punë ti mu se pastaj hupi unë fansat, apo kupton po e bona lidhjen publike, nuk do më vinë gocat. Gjen justifikim, Gocat vinë për këngët e tuja për shohun tën. E vërtet. Po kupton. Edhe është shumë keq ashtu nëse nuk e bën publike. Ato e hedhin historinë në fillim të lidhjes, unë e bëj ripost se vjen keq, edhe Nuk i prish qefti. unë Po këtë isha hongër për asë. Prit. Po aktualisht Robert, si është statusi yt sentimental? Single apo në një marrëdhënie? Jam single. Jam në punim të albumit, edhe jam tepër i zonën, edhe unë mendoj që me qenë lidhje, Do du të të që me pas përkushtuar. kohë, du të me pas kohë për O ato. njërën o tjetrën. Po, jam shumë i zonën edhe jam shumë mirë, në kom qenë i kohë gjatë edhe i martum, edhe i fejum, edhe brend, më dhënë ndoshta Gjitha. që Ndodh për një gjitha. kohë shkurtër. Ne shijon pak, Me vetë shiju për mirë. stepërmi. Bas të tepërmi, ë? Po Besë kujdeste po, kur e po. shijon si shumë, zakonisht ka raste përfundon dhe vetëm. Dhe me një album. Ja, mare. Me përfundu vetëm se besoj, po puna është gjithmonë e para. Robert, ekzistojnë disa teori që thuhet njeriu dashuron një herë në jetë, disa thon 2 herë, disa thon më shumë se 2 herë. Ti sa herë ke dashuruar në jetën tënde? Ma shumë se një herë. Më shumë se një 100% herë. ma shumë se një herë. Pra ekzistojnë dashuri të edhe ndryshme, po thua. Po. Në mosha të ndryshme, faza të ndryshme të jetës. Sidomos këtë mosh. Unë mendoj që, do shta s'janë gjithë njëjtë, unë mendoj që edhe femrat edhe moshkujt gjejnë diçka të secili, diçka tjetër, që i mungon atij tjetrit. Do shta nuk është e mirë kjo, por Se një person ndoshta si ka të gjitha. nuk i ka të gjitha. Po. Edhe kur bën shumë kilometra, kur shëtit shumë, kur njofton lloj-lloj nacionalitetesh. Ke kaluar dhe ndërkombëtarisht. Ka kaluar fama për te kufrimve. Edhe pastaj vjen një moment që nuk din edhe çka don. Kështu që ja kum lënë vetit pak edhe që mos ta marr në qafë dikon. Po. Si është si është një vajzë perfekte për ty? Një që do biesh kështu kokë këmbë edhe një herë ose Për bukurisë po flasim, bukuria është e mrenshme, jo e jashtme. Dhoni një vajzë e mençur, sens të humorit, një shpirt mirë, e pastërt. Tani Robert, një djalë me fizikun tënd, nuk mund të thotë Pikërisht. që Tani lërë Nuk e sheh fizikun. Do lidhesh të me një vajzë pak të mbushur. gjokse, vithe, bele. Por zotin kum taku goca që kanë thonë,
Eksin e kom pas me fizik shumë më të fortë se ti, po ka qenë debil komplet. Edhe është e fundit që Robert, ja kurioze jam të di pse si reatu akoma more djalë. Shumë mirë jam këtu. Kur do reatosh more djalë? Pse? Çfarë ka ndodhur? Pse po mendon ti që nuk jam rehatune, që kjo është rehatia ime. Po pra, Unë po them të reatosh, ti je rehat, ta ndash. Mondje një herë për gjithmonë. Kjo mu mond gjallë, domethënë. I kam 2 goca. Të shëndosha. Ti kesh kam me raportin shumë të mirë me nanat e gocave. Gocat shëndoshe mirë në për shkolla private, me gjithat mirat, domethënë, kjo është rehatia numër 1. Edhe pse i kam gjitha në vi që thojnë, edhe raportet e mira, edhe mu më takon me u rahatu tash. Po. Por nuk 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 do, jemi më nuk gatshëm, do, nuk në fund të ditës se është i lirë. A E më kupton? qepa. E qepja, ja. Sa kam mendu që jem okej dhe jem rregull edhe jem pauzë, du me bo pauzë, që tash ti ke fillu me më pëlqy. Do me thonë, mos! Po kam deja vu Shpëtuan me Redikin Kosovë, lërë, shpëtuan. të kalojmë pak në karrierën dhe në televizion. Ti ke marrë pjesë dhe në reality Kari qka? show. Karrierë. karrierë, po. Është gjithmonë kjo fjala. Karrierë. Tani, ti ke marrë pjesë në Ferma VIP. Mirë po, një reality show tjetër shumë i njohur është dhe Big Brother. Si në Shqipëri dhe në Kosovë, tani, ty do të ketë ardhur ftesa, themi ne. Si është e vërtetë, ka ardhur ftesa për Big apo jo? Qysh numrin e parë. Që të njishi. Nga Arbana, që të njishi. Edhe e kam pas emisionin tim, edhe goca ka qenë pak ma e vogël, jam i lidhur shumë me Renen. Edhe emisioni im, i kishim punë shumë mirë edhe sa fillova, edhe ta la punën time, e të shkoj dikun që nuk dihet a do fitoj shkoj, edhe si do Nuk shkoj ja edhe ishte vlente. numri 1. Do më thonë, e kom refuzu, edhe ndyshin, pastaj mo e kanë kuptu që nuk futem në Big Brother, edhe pse po futën plot tjerë që janë të famshëm, dhe mos nishën e ndyshin kanë qenë Po, ka shumë shumë goxha, famshëm, fam. edhe në Kosovë dhe Shqipëri, edhe pja jep një boost, pja jep një të shtyme, PR. a më kupton, që gjithë kujti duhet ajo, mos të jemi në jonë, s'kam nevoj, gjithmonë Pra, ka nevoj. personazhet e po. Bigut sapo dalin janë më të komentuar, siç janë dhe këto Ashtu, edicionit fundit. Po dite me majtë, se she, ku ngelen ata aty Do me varet, thonë, mos vërtet, s'përmenen, s'mban. s'përmenen. Firma ka qenë ashtu që isha në pauzë, unë e kam pauzë në emisionin tim ka 2-3 muaj në vjet, edhe i kisha mundësit me gjeru pak ma herët ca puntata, natyrë me kafsh ishte totalisht ndryshe nga Big Brother. Ato gjyrat e Big Brother, ato jo 3 muaj, 100 dita sa rjet aty, po ato 3 dit ti shkatrosh, pëse që kishtë aty. Ma të ndryqim, me, qka është ajo, dalja aty, najre ke, aty najre ke. Si për Airos. Ka presion më të madh, po thua si format, krahasuar Ka me presion Fermën shumë. Sa VIP. thonë ma, që po. Big Brother është spital psikiatrik dhe Ferma është rehabilitimi. Njerëz të futën edhe në burg. Rrinë me vjetë tonë, ashtu që kush o burr, futët e provon në kanet edhe gocët edhe kanet edhe kanë dollë super, as ka kilograma as kur gjo. Robert, ndjes nëse të S'ka ndërpres. problem. Doja të të pyesja, dalja jote nga Ferma u shoqërua me shumë komentim, sepse okay, ti e the ishte malli për vajzën, për Enen patjetër, por nga ana tjetër ndodhi edhe posteri që Gjensila Myrtezaj postoi, që u bë një gurgule e madhe, një zhurmë shumë e madhe. Dhe unë nuk doja të rikthem fare asaj histori, thjesht doja të të pyes me Gjensilën, a ke pasur mundësi të komunikosh pas asaj kohe ose Jo, me Gjensilën kum pas një muhabet mirë dhe se ka qenë e martume, se Besin e kam mik shumë të mirë. Sa dola edhe ishte shumë keq për produksionin, për televizionin ishte shumë e keq ajo. Është fakt që unë e kum anulu atë mramje. Ajo s'ka pas kontakt edhe e nuk po i postoj ka, po i postoj ka Menaxheri. Okej. Ndoshta nuk e kanë updateu posterin dhe kanë lënë që apo janë kupton. poster. Këta janë bookinga. Menaxhera nuk janë, këta janë bookinga, po. Ta që s'po, ato. Menaxher është fjallë e madhe. është fjallë e madhe. Ai çuni, ai llokumi, e ka postu, edhe Gjensila nuk ka ditë fare, se ai e menaxhon ato postimet, se normal artistat nuk kanë kohë shumë o marrë me ato punë. Edhe më ka ardhur shumë keq edhe unë e komendu mos ka qenë diçka Se që shpërfort Besi gjasme ishte aty agaj Po.
Jo, Që ishte Agai po ishte kryefermer, fermeri. kryefermer, Në atë pjesë, kohë, po. nuk e di pse e mora ashtu, ndoshta jam edhe gabim, po mu më erdhi keq se unë dola nga aty. E vendosa me dalë dhe u pa ajo aktori Hollywoodit i shkolluar me qenë se s'kisha mujt me aktruat pjesë kur janë dëgjova zonin gocës pas 17 dite. Ishte shumë e vështirë. Po. Nuk rezistove dot edhe Pak dot. pas plot aty që kanë qenë prind. S'mund të them që vetëm unë e qenë këna i lidhën, Po, përjetësia të marr është parasysh ndryshe, që jam edhe i dam, nuk jetoj me gocën. Kur ma boni tha s'ke ardh me në shkollë amerikane që është ajo, i kanë atë father and daughter dance. Po. Nuk E e ti ardh mbroma aty, ishe, domethënë Ti Ju ka preket jo, ty, Tomiko, aty po. vendose. Kur dola aty, po jo koncerti e anuluar. E kuptoj. Pastaj për natë edhe shkova në atë koncert. Ti marrë ato lekë. Robert, tani do kalojmë tek loja e parë në What of a Show, sepse këtu ne zhvillojmë lojra, nuk kemi si intervistat e tjera klasike. Aty ke një buzzer, një buton të kuq, të cilin duhet ta shtypësh dhe të përgjigjesh pyetjeve të mia të shpejta. Me 3 sekondat e para, gjëja e parë që të vjen në mendje, okay? Pra, e Domethënë e shtyp edhe Edhe përgjigjesh. përgjigjesh. Po gjë e parë që të vjen në mendje, jo të mendosh s'ka. Po. E kupton? Domethënë so sekondë 3. 3 Tre ka të bëj sekonda. ka të bëj me emisionin tënd, me late night showin tënd dhe do thuash emra për personazhet që ke pas ftuar. Nisi me të parin. VIP-i më flirtues? Kjo kjo që ishte Bia me Khalifa. Bia Khalifa. Okej. Po, Bia Khalifa. VIP-i më i rëndësishëm që ke pas në program? Sinan Vllazaliu dhe Nura Istrefi. VIP-i që ke marr kur ta kanë anulluar të tjerë. Last minute VIP. Vipi Po, pas ta ka anulluar dikush? nuk më ka ndodhur. Për Të ka zotin jo, ndodhur? nuk më ka ndodhur. Okej, po të besoj. VIP-i që ka kërkuar pagesë për intervistë. Jo, s'ka pas. Ka pas dhe ne. Ka pas të Me shifra qesharake, thjesht donin. Jo, me pas unë e bëj publike me njerë. Okej. VIP-i që ka ardhur me vonesë në xhirime. Nura Istrefi. Nora, me vonesë Nora. Po, edhe ndarësëm është vënu Edhe një orë po, gjysë. like, e thënë po. Po ja ke fal. Pak të ndasëm. Se s'ke ku do. Po s'kishte zgjidhje tjetër. Që na ajo bukurim me arka. VIP-i që e penduar që e ke ftuar. Nuk kam. S'ke? Ka Jo. shuar çdo gjë mirë. Dhe e fundit VIP-i që ka pasur kërkesa të çuditshme. Flaka Kërlani, Çfarë Që ka kisha kërkuar bërë, po, Flaka? do me thonë më shumë kongë se intervist, se unë kam nevojë me këndu, intervistas që një kohë gjatë s'kum bo. E kam pak sikletsh me artistët, me sa kam përvore të bëjnë intervista. Këngëtarët. Ajo është më lajmëru vetë kër është këthy nga Amerika, edhe s'ka qenë në asnjë emision, edhe i pëlqen bendi im që kemi një bend shumë të mirë, edhe i kam pëlqy kongët, edhe ajo ka dalë ndash nga muzika zbavitse, jazz, rock, whatever, ka dalë popullore, se aty është leku. Është leku, është edhe bureku. Kështu që Ti çfarë mendon për artistët Ka pas që më shumë që me së këndu. fundmi janë kthyer drejt, siç e the ti, zhanrit Plot, të plot, popullor, tallava ose Folk. dasma. Mendon që ja vlen vetëm për lek apo duhet jetë artisti që ta orientoj publikun dhe tregun me projekte është muzikore? shumë vështirë për ata që nuk e kanë fillit, nuk e flisin, ndjejnë, nuk e ndjejnë muzikën popullore, edhe që e kanë shojt kështu, kanë E kanë shojt dhe e kanë bërë më pas, kritiku edhe pastaj e bojnë është shumë problem se publiku e mon men. Po. Edhe po se patë në zemër, nuk ka shansa me dalë në folk, në popullore. Me bërë mirë. Po, është Që se bën mirë tamam. Kush janë dhe disa si nga kur. artistët që kanë thënë që s'do e bëjnë dhe e kanë E, bërë. që s'do e bëjnë, që e bëjnë, nuk e di kush janë, po ka plot për të ne në Kosovë, është Yll Kakuqi, do me thonë, Kaknu Zbavice, edhe Niko Gjatë edhe në mundu kështu, Eduna Lalloshi, gjitha këto kanë qenë treja dhe kanë mendu që me Zbavice ja dalin. Dhe janë kthyer të gjitha në dasma tani, po. Janë darsma se kanë jetë gjatë ma shumë, do me thonë darsma të s'nalin asë njerë. E vërtet. Okay. Sidomos dasma tuaja në Kosovë që i bëni kështu madhështore. Po. Hidhet lek i madh. Ka Okej. që një nga pagesat më të larta që mund të kesh marrë në dasëm, Robert. Se thuhet që hidhen shumë lek, sidomos në Kosovë. Si e bëhet pazari, jepet leku në fillim Jepet apo çfarë kapara, hidhet? si A kupton, procedurë. është shumica e dasmorëve ata tentojnë që ta japin një kapar se dojnë me një vetën sigurt. A, që Se s'do ka pas anullosh për me aty me në fund. kaktarve që ja kanë anulluar shumë keq ajo, se do mos ndosma. Jo profesionale. Kështu që po, mirën në fund është me rëndësi me o kry mirë deri në fund pas një problem me dhon krejt prej vetës se njeriu disa herë martohet.
E të bëjnë njerë ma thot. Shiko, ju keni dhe një gjë. Sidomos Blero. E treta e vërteta. Shumë e vërtet. Po mirë se Bleros mund t'i ketë rënë dhe mirë, se unë di që lekët që hidhen nga dasmorët, i merr bendi, kështu që fiton një çik, nuk është se shpenzon shumë, E kupton? vërtet në varet në disa vise. Për shembull në Maqedoni, në Kërçov, Struga, këto vende që kanë gjitha lekët që i hidhen nusës aty në valle, do më thonë shkojnë bendit. Disa troje tjera varet si e bëjnë, varet si e bëjnë. Dasmave do t'i futesh unë- Robert dhe ti? Unë dasma shkoj si musafir special, po. Në sensin, do me thënë, ta kthesh totalisht karrierën tënde artistike me fokus në dasma. Unë vetëm për dasma është konkurrencë shumë e madhe. Unë jam mirë shumë me këto mbrëmjet që i bëjnë nëpër Europë, bars. në Po, përbërë. lokale. Edhe po nëpër Prishtinë. Prishtina prej tonës dhe dielën ka natë për natë muzikë. Po thuhet që jeta e natës andesh më mirë se në Tiranë. Unë kur vin Tiranë shkrihem, unë e du Tiranën. A, e do. Prej Tiranën kur shkojmë Prishtinë e dojmë Prishtinën. Po pak a shumë mirësi, njësoja, përshtatje. një frym na bashkon. Kështu që muj me thonë me tip për bakshish që kemi marrë ma shumë se pagesat. Sa ka qenë bakshishi më i madh? Po në Amerikë mirët shumë, do me thonë kemi qenë 3-4 po i kemi marrë $20,000. Bakshish ekstra $20,000 pagesës? bakshish, Wow. edhe janë krejt single. Shumica janë single, 7% janë single, do me thonë kemi ngellë deri në 12 ditës të i numru. Ata muzikantët i marrin me vetë ato. U lodhët, duke numëruar u lodhët. Shu hallesh paçi Janë ato lek lakta, të lagura me qime, ato që kanë... me cigare. Leku lekësh në Lekësh e funditës. gjithsesi, lekësh. Mundet me pas edhe diçka tjetër në atë lekun, Qa mund të ketë pas? Ha? po 20 që për shembull, se me nishën nuk është mirë me marrë. Mirë, tani jemi gati për të kaluar tek loja tjetër. Unë do të jap A filloj me xherime vëlla? A kemi filluar? Jo, ne tani mbarojmë, po nëse do e bëjmë dhe sezonin tjetër. Gjithë unë do t'jap disa çifte personazhesh të famshme dhe ti do zgjedhësh në mes tyre, qof për çdo lloj arsye, të pëlqen, çdo lloj arsye që ti e mendon të arsyeshme, okay? Atëherë, Genta Ismaili apo Tuna? Kë do zgjidhe mes dy vajzave? Gentën e njoh edhe ma kohë gjatë, edhe familjarisht, i kam takuar në Chicago kur kemi ik në 99-ën si refugjat, ata kanë qenë aty, është e lindme në Chicago, edhe na kanë ndihmuar shumë, edhe e njoh ma shumë Gentën për zgjat. Gentën, pse jo? Bleona Qereti apo Adelina Ismaili? Të dyja ti njoh, po Adelinën e kum pas edhe shike, edhe në shkollë. Normal që Adelina Ismaili. Okej. Luana Vjollca apo Megi Pojani? Luana Vjollca. Dhe dysha tjetër, Grida Duma apo Belinda Balluku? Me keqardhje që të dyjat nuk po i njoh. Grida Duma është ish politikane, bën dhe një emision në Top Me Channel. politik lidhjes me merre. po. Si unë, as A nuk duket merresh. bukur? Po, Duket shumë shumë bukur. bukur. Grida, Është nga firma më të bukur a që është e kemi. martume? Jo. Jo, A ke numër telefonit të Grida Duma ja ku Oj, jemi. Grida. Dhe dysha e fundit, Tajna apo Melinda? Tajna. Tajna. Pse? Tajnën, nësë po flasim, edhe nëse flasim kështu profesionalisht edhe për talent, e kisha zgjedh Tajnën, por edhe kam miqësi ma shumë Ke miqësi më shumë. me Tajnën. Po me këtë bifin, le të themi, që ekziston mes Tajnës dhe Dafinës, ku qëndron, kush mendon që do të prevalon njëra? Po kupton, nuk është vetëm Tajna edhe Dafina. Dafina, që thuni ju, është nona, na thojmë është baba. Dafina, do me thonë, do të me kuptu. Edhe si me vjetë karierës, edhe me gjitha ato që i ka, do të me kuptu. Zbën fort kur ta jep mundësin me bot të një duet. Ajo ka pranu me të dyjat me bo, am duke ta me vetëm me njanën. Po. Me se cilin që ka bo, diçka ja kanë kthy shpinën. Unë mendoj që ashtu që nuk është në Mendon rregull. që është mos mirënjohje? Është mos mirënjohje është ajo. Çka ka ndodhur aty thellë, ne nuk e dim, po unë s'kam problem me asnjë njeri në stratë si në Shqipëri, si në Kosovë, ku vetëm me dikë Robert, edhe madje unë doja ta përmendja Po. pak se ishte zgjedhja e parë që ti bëre me Për Tunën, po. A ka ndonjë shpresë
Për mirësimi marrëdhënia juaj se pavarësisht është nëna e fëmijëve të vllajt tënd. Unë edhe kur kanë qenë zbashkata, e kom vendos atë punë. Nuk ke dashur marrëdhënie fare. Nuk kam dash me marrëdhënie fare, e ka jo stilin e jetës të vet edhe sjelljet e saj, do me thonë, ne të vazhdojnë ajo kudo. Po jo me nënën time, që mos ndrojmë tash muhabet se shumë mirë e fillu pozitive, me nënën që kum pas me kancer, edhe sjelljet e saj që në kontimira kum treguar disa intervista. Aty mos më prek. Edhe ka qenë bashkë me vllahun. Tash që janë bashkë. Vetëm i dëshiroj suksese, jetë gjatë, edhe asaj dhe fëmijëve të saj, edhe nuk kisha pas qef kur me një diçka keq për to. Deri aty. Unë ka dhëmë shaj 9 majt, ti jepi 9 janë. Roberta ka ndikuar në marrëdhënien që ke pas me vllajën apo jo? Jo. Fare. Jo. Normal që ty të vjen keq se është nona e fëmijëve tu edhe ti gjithmonë ti dush me mbrojt familjen tonë, apo kupton? Ajo ka qenë fillimi derisa ka kuptuar që se kum pas gabim unë. Okej, në rregull. Kur s'ka pas diçka, diçka. Robert, do kalojmë te loja e kam bërë se kam bërë. Ku ta dën zemra ty? Sa vjen dhe vështirësohet. Ashtu, asaj dhe ku ta dën zemra, Po, derisa të vjen grida, shepa të emre. Grida. E kemi sorë speciale. Robert, jam bërë aq shtap sa nuk mbaj mend asgjë. E kam bërë. Ke ndonjë histori kështu për na treguar që të kanë thënë të tjerët? Edhe pse jam shumë... Sa ka qenë gjë me ekstreme që ke bërë? Jam shumë i fortë kështu. Mban pijen. Fizikisht, psikikisht, do me thonë jam shumë i fortë edhe nuk e kum leju vetën asnjëherë tu e marr parasysh që profesionin e kam ashtu, oke xhirimet nesër, më nuk e më udhtu. Po normal që ndodh, ai parti kështu që nuk mojnë mend fare që ka ndodh. Kështu që s'po di me cek, kështu fiks po e kam bërë. Jam konfliktuar fizikisht me një koleg. Nuk e kam bërë. Nuk e ke bërë, okej. Kam patur probleme me policinë. Po e kam bërë. Si, çfarë ka ndodhur? Probleme me policinë e Kosovës së Shqipërisë asnjëherë, po ndoshta jashtë vendit, shpejtësi. Je shoqëruar ndonjëherë në komisariat? Si jo. Edhe në Burg kam qenë. Edhe në Burg, Në Gjermani kam qenë. Sa, me muaj, me ditë, sa Jo, me ditë. Me ditë, ai ka qenë punë, vizë pune që s'kemi pas, edhe po më kanë nxjerr nga avioni, kanë fut, do me thonë, në Burg, prej Burgut me ato... Me pranga. Me pranga në avion. Siklet. Po këto Shqipërisë të njohin, prandaj nuk e pas probleme? Shqipërisë e thash edhe ma herët shtu kur e bëm kështu muhabetin si shkoj rruga nga Prishtina, unë silem shumë mirë me policë. Edhe më ka ndodhur disa herë, sidomos në Shqipëri, kur më kanë ndalu, kanë zoom, edhe të apo shefit ndrimit. Ecën shtu, po. Ato Barceleta që i kam tregu aty për policë, ju ka ardhur mirë edhe njëna ka qenë prej tyre, cila është ëndra e një polici. Hajde një. Ëndra e një polici është ta ketë radarin privat të vetë. Ja, i rrofë të bojnë leka të vetë, po. Të ja bojnë shoku, sot jem pa qef s'dalën punë, mere radarin privat. Më bushe pak. Se ke asnjëherë tatin. Kështu që sillen shumë mirë. Jam rikthyer me një ish partner. Me një ish partner nuk e kam bërë. Nuk e ke Kthe bërë? nga e kuqa. Nuk e kam bërë. E pas na bo. Nga gjenje. 99 që dhe mine, 99. Je rikthy dhe je ndar prap? Po, ka ndodhur shumë shpesh. Ka ndodhur shumë shpesh. Po. Kam bërë qiqin në det. Shumë shpesh. Si det që jonë më shumë, i Durrësit, i Jugut, i Sarandë. Mos thuim pishin se për det. Po jo, po them për pishin. Pishin jo. Pishin jo, po në det. E kom shurën proteina, vitamina, e ke po peshqit si bon. Okej. Po e hongre atë peshk ti. Bëu vegetariane. Kam fol keq për partneren pasi jam ndar. Asnjë. Kur? Kur me fol keq. Dhe mirë do bësh mos të ndodh kur. Po ta kem parasysh. Okej. Dhe e fundit, kam gënjur në këtë intervistë. Nuk e kam bërë. Okej. Bravo. Okej, qyqyr. E ka të... Nuk e kam bërë. Nuk e kam bërë.
Nuk e ka bërë. Sa në ngrive gjakun në burë. Muj me gabu veç me ngjyra, po kështu me fjala. Jo. Gjithsesi tani është koha që ti bëjmë pak gjërat më Do më thonë deri këtu ishte Jo, deri këtu ishte sa për ngroj. Motocikletshme. Mund të të kemi në studio dhe të të lëm na ikësh pa na treguar ose një histori ose të na këndosh një këngë. Unë do t'jap disa objekte, 3 objekte të ndryshme dhe ti ose do më tregosh një histori me ato objektet ose do këndosh një këngë. Okej? Do improvisuar në moment. Okej? Do fillojmë me objektin e parë. Atëre, e para është një biberon. Tani ose do na tregosh një histori me këtë ose improvizon një këngë. Një histori me këtë. Ose improvizon një këngë. E mirë është na tregosh dhe një këngë se Po e marr parasysh që jam bab dy gocave, ose do mos me dytën me Renen, jam kujdes shumë për të, edhe shumë shpesh ja kemi bo qumshtin kështu formul se nuk ka pas mundësi në ora, edhe pas taj fillun koncertet mëngjes e ka linë në maj Rene, edhe ja kom bo ato shumë shpesh edhe u kthesha prej koncerteve në 3 mëngjesit, do më thonë, bebat atër qonë për gjumë. Dhe 7-8 mëngjes jam marrë me to, kështu që të kujton kohën që i ke qenë shumë që qenë baba, edhe shumë shpesh e ku mojtë të ndorë. Pampersin ja ke ndoruar gocave? Shumë shpesh. Bravo. Përse janë ca që thonë Jo veç gocave të mija. O për zotin. ma jep të se s'kemi asnjë nga ato. Objekti tjetër është pa. Një buskuq. Një buskuq. Një buskuq i kuq madje. E po e pas këtë zgjellë dhe në gjyrë nesë unë e dua ato Ferrari Red. S'kishe Ferrari. Po s'ka lidhe, si të buzëve, si të thëjve, do më thonë një femën po më pyet mu, të ngjyra tjera unë si kisha pas qef. Histori, do më thonë, na i thëjnë Carmin. Karçka? Më fal edhe një herë. Buzkuqi, në Kosovë Carmin. Po. Keni disa fjalë që t'ingëllojnë keq në dialektin Po, tuaj. kur e kom dëgju fjalën karikus, Se sa i thoni ju karikusi? 93-ën për Sfarin Tiranë, ku kom ardhë. Çfarë moshe keni pas ju? Kemi qenë projekt ako. Projekt keni qenë, Projekt. Unë as projekt kam qenë Na atëherë, e po. përdorim këtë qenë babës. E, Ky Carmin, ta kthejmë tash pak në... jo më se kthe se po jo Jo, më. mami e ndjera, Teuta e ka pas emrin, thonë nuk ka dal as me ble buk, as deri te një komshike kështu me pi një kafe, pa i ly buzë me Edhe të kujton ata. buskuq, ma kujton shumë mamin, edhe vajzat, gocat që nuk përdorin së më pëlqejnë. Të hynë, ha? Po, së më pëlqejnë. Vajza me buskuqe nëse doni të bini sy Edhe Roberti. ngjyrë të kuqe. Muni me filozofu, me ngjyra tjera, jo tash pranvera, jo vera, jo kështu, jeshta, po Okej. ngjyrë Dhe të kuqe objekti i i fundit. fundit. Ky është pak Që ka objekt pak më i madh. Është goxha i madh. ka të njëjtën ngjyrë. Është goxha i madh. Qa me fol gjaxhi për këto. Tash ç'të them unë, nëse na që nga dhe ngatruar. Një që nga trot, po. Po. Qyshe kanë, me pa me se s'po ja Po, rrëtull. kështu është. Po. po. Fol ti si ekspert i Tani, ose do na këndosh, ose do na Jo do na ekspert. tregosh një histori. Po, ndoshta edhe i dehur top me qenë, ai momenti kur do m'ja hek nga trupi, me dorë djath do me thonë mujnë me shku 3 sekonda maksimum. Për 3 sekonda, 3 sekonda recipetat ti- janë të hequra. Që shumica e kanë edhe probleme, thot po hiqi këto, aty dhe pastaj edhe zihen me femën aty. Atë kanë edhur në një Edhe qipeta ndoshta në ndonjë skenë ty, edhe Robert? femnat e kanë problem me i largu e i kthejnë kështu, e hekin nga këtu, unë e ku Ti mos me i dorë. me i dorë. Po mirë, atë kanë edhur në një qipeta në skenë? Jo, qipeta nuk Mos. më kanë hedhën s'ken asnjëherë. Mos. Jo ndodh këtu me playbackave, këtu me çunave që kanë playback. Ju me band, Ju hedhin me këto, mumin. edhe në fund nuk i shohin ato goca. Ajo që ka po kështu, ajo ka shku me atë çunin me të dashën e vet. Edhe Tani, një këngë për këto? Apo e lë me histori? Si e ke? na ju thojmë jelek. Jelek i thoni Po, ju? jelekat.
edhe pse ndoshta është gabim se e lek është pak Po, më i madh Ju në sutjena, madhësi. po? Sutjena, recipeta. Po. Recipeta. Që një kongë... Hiqi Vjetër. sutjena. Ai që sutjena të ajo... Ba, jo, po e po. A Kosovë ka qenë një shumë e vjetër Aida Baraku edhe kanë qenë 2 të vjetër kështu rapsod me qitelia. O vallahi me lezet, atje lek ta kisha hek. Kështu është teksti. Dhe tani si ngjyra e jeleku të kuq do kalojmë tek loja e fundit tek ai speci. Te ky speci Te speci që do Te ka jeshil që në ti. fillimi. Jeshil, por situata do nxehtë do bëhet e kuqe, nis caliente. Loja konsiston në pyetje që ne i kemi printuar, ti duhet përgjigjesh pyetjes ose të hash specin. Do të me i lexu këto, apo? Po. Ti Të marr ndihmoj. sutjenat e mia. Vendosi Goxha gjithë sutjena lukët. paske. Ashtu da. Pa mirë pa sutjena që ti i paske. E, unë i kam hequr e ta thash. Këto pas sutjena jo si kisha lexuar asnjëherë. S'kisha pas mundësi. Merr në telefon ura i strefi dhe kërkoj lek borx se do bësh operacion gjunjët për të zgjatur. Është prank call. Është prank call, me të Pra, parë. merr call. orë dhe thuaj më duhen lek se do bëj një operacion zgjatje. Dua të Do zgjatën zgjat gjunjë, thuaj, do thuaj. bëhem Në ura tani. supermodel. Du të me e marrë për një me e thune. Ose as specin Ose as Apo ose asë specie, po. Është në avion. Sonte është në Rinora 4. Ah, okay, në Zvicër. Tërë po në Zvicër dhe ma herët e bënë muhabetin, ishte në aeroport. Edhe po d'ja përmena fjallën lek. Lek. Do thonë ta mbyll telefonin. ta mbyll nuk jep më leka. Është për gocën edhe për veti, është kështu, nuk është kopratse fare. Ama te ty, ma. Jo të unë, po të çka ka, gocët do. për saj edhe gocës, do me thonë, Nuk të jep Nuk lek. të jep lek. Dorë Si me qenë nga shtrënguar. Gjirokastra, Nora. Okej, as Atere specin specin, tani. erdi Specin, momenti. specin, specin, Erdi a? momenti Ta specit. provosh? Se jo? e provoj, une nuk ka pikant kështu, djekst që thojmë ne në Kosovë, nuk ka. Kom problem edhe me lukt, edhe pse është shëndetshëm me hangër. Pa. Nuk të Një djeksh. herë ka shko kur Nuk vjen të interviste djeksh. ne, Specin, se jo. patjetër. Edhe këtu në maje nuk ka shtu djekst, pastaj këtu damar, E, ku aty. fillojnë Aty ku fillojnë kokrat. Edhe Kështu që sa puntate keni përdor këtë spec se... E kemi përdor ja 3 herë deri Që ka tash. i lodhur, 3 herë deri tani. Po, a? Urojmë që ti ta kafshosh e mos ta përdori më. Po që ja kam shua. Se ke edhe 2 të tjera, kështu që ruaj edhe një çik. Mos shko deri në gjysmë, se pastaj do vuash vet. Gjithsesi të pret ambulanca ja, është pa Si merak. speca, një gajbe, atë unë ju gajbe, atë kështu... Po, një ark, po. Okej, hajde do e shohim sa tri. Jo, A se se shaka, është se shika, kështu. shika, E pa ha pra tash. Ta jep efektin 10 A tri sekonda. kam, a? ose- Tre. 3, prandaj tash kafshë pak se. Opa. Po çka preki dorë. Ça ndodh? Afroj pak E më. shkatron. Afroj pak mikrofonin. Cili është vendi i bukur që ke bërë marrëdhënie seksuale? Po. Automatikisht ku sa të fillan me bo seks, aty është është vend. gjë e bukur, po vendi më i bukur në Maldivs. Ku në Maldive. plazh, Në në Maldive, detyr. në ato vilat që në ujë, ishte Po. shumë interesant ajo ocean breeze, ajo fryma, ajo era e detit kur të futet Ah, sa bukur. Ndjekemi insertin te kemi me video. në mes të Vazhdo. po. Jo, po, Ulim pak E lam të futja e... Unë e ha dhe specës është problem, po seriozisht, nuk ka vend më të bukur. Sidomos ti ke nevojë se tash ti dush mi mbajt pak syt mbyllur në ajo. Edhe me Për kaq pas kam vojt një jetë më Robert Berisha për i co Maldive dhe Ocean Breeze. Nuk e se robe në dhom apo në ujë, Robert? Në rërë më? në dhom isha në krevat. Sa ka qenë rekordi i marrëdhënieve brenda një nate? Ajde tani. O Specë speci. se s'ma besoni, për zotin s'ma besoni. Jo, Jo, thuje se do ta besojmë. Thuje. Ti thuje se do ta për shembull besoj. kemi Marcelin që ka shumë. Ha, numër 2 shifrorës apo? Ka qenë për me bo ma interesant se vetë kom emision. Po. Nuk jem këtu Ti na gënjeshtra. njene, Jo, jo, pa Gënjeshtra kupton. për me bo pak ma interesant se kësha mujt lirisht me hongër specin. Se këto gjona nuk... Po. Po s'ka Sot si po i gjë bo në fund gjithkush. ditës ma. Sot po i bo ma. gjithkush. Ka ndodh, ka qenë një fest ku une isha tu të ndu, edhe ishin ardhë disa shoqe, unë shoqe, tam se kur s'mardhonje si prishi me shoqe. Po.
Muj mos mu pa një kohë gjatë, po Shoqen. shoqëria, raportet nuk prishën. Edhe, se kjo fjala mu prishtë në Shqipni, S'pa keq këtu. Pra ti nuk prishesh me shoqet. Jo, mrana jo, jashtë shtetit. Jashtë kufive. Jashtë kufive. U prish. Kishin marrë 5-6 nga ato, edhe kishin marrë hotelin aty afër ku kisha me performu, një hotel shumë i mirë, mos t'i bojmë marketing. Çfarë vendi bëhet fjalë, ndjes? Në Prishtinë. Në Prishtinë, në Kosovë. Okej. Do me thonë, njerë mas pandemis, fillun camromi edhe i kishte marrë malli njerës. U akumulu njerëzi nga Covid. U frustruan shumë. U frustruan. Jo, është e qartë. Do me thonë, pas koncertit, i kom thonë asaj recepcionistës asaj vajzës, që punon Po gjove shurma? Po thash, ma hapa derën shkallëve t'hypi, që mos të takoj në njënën prej tyre në ashensor. Do me thonë, jëmë fut ta në kohën në për shkallë. Qeftas. I kom shku në për dhomat e tyre, i kom vizitu ka pak. A i thoshe kështu room service, apo? Jo, heq. Jo. Ato se dinin për njëra tjetrën, apo e dinin? Kështu që kanë qenë 5 shoqe që kanë arë me vizitu. E kuptuam. E i kom vizitu edhe one. Okej. Kanë betë të knaqër, apo? Kërkuan... Ajo e para jo, këto tjera Të tjera. E para besoj... E para se kuptojnë kur ndodhi. A se po pak svet se gënjeva. Keq kjo bisedë. Shpresoj që kemi kalu mirë. Ne u knaqëm Të mbyllën e vend juve, se këta... Tani ti Robert the që je në përgatitje të një albumi. Po, Dhe me sa di unë del në maj, mos ka bëj? në fund të majit, pasi që doli kjo Amerika, udhëtimi për Amerikë, kështu që në fund të majit, po unë jam tu dal me nga 3 kanë kështu sinora që i boni këto. Po, bër një EP. Po. Edhe me një skenë, me një band, A mos do me bo kesh- shpenzime shumë se çka s'po bëhet sot. Përveç Sinan Vllastaliu, do kesh bashkëpunim tjetër në këtë album? E kom mendu, po nuk e di, vetëm nëse ndrojmë planet në maj. Deri tani ke vetëm Deri tani zgjodhja. Vetëm vetëm Sinanin, e kum pasat këngën e parë, edhe këto tjerat janë krejt vetë. Okej. Po me Norën do bësh një bashkëpunim tjetër. Me Norën, po... Këngën me Norën po dëgjonin Këngën me Norën, Ka që të futeshim në mood, shumë këngë Të e dyja para këngë. ajo. Ka qenë e lezetshme edhe unë mendoj që tash është koha për një këngë pak më ndryshe. Nëse unë jam këngëtar i folkut, ajo i këndon të dyjat. Besoj që Mund të kemi një bashkëpunim Mund me kemi. Norën. Okej. Super, Me si super. po e presim, Robert, ne të falenderojmë shumë, u kënaqem me ty. Shumë Ne kënaqësi. Si Unë shkoi kjo juve. intervistë për ty? Na trego të vërtetën tani. shumë mirë, jeni shumë mirë, ku ju poshtë 3, Pe, o, bo, Trembe. unë e dërim 5, ku më shku se... Uroj mos t'je muni pasi ka të pe. Që mos jemi ne 3 shoqet e ardhshme. E mbyllim me kaq të emision dhe mos japim më shumë zë kësaj gjëje. Se Allah, ku përfundojmë, ndoshta shihemi në Kosovë. Na erdhi do i vem. Do i vem te Robi Plaket kur don vet. Apo jo. Faleminderit shumë për festën. Shumë faleminderit Robert. Faleminderit Robert, faleminderit dhe ju që ndoqët What of a Show deri Qa në fund. episodi, më qa episodi. Ne do të jemi sërish të premten e ardhshme në orën 8. Mos harroni ama të bëni subscribe këtu poshtë që të keni kështu intervista më të Po, bukura. na bëni follow në gjitha rrjetet tona sociale, Andale AL edhe kudo ku shihni logon e What of a Show. Pafshim! 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 Ándale.